thellësia e mesazhit tine, lirimi I poezisë pe figurave metrike, totalisht, domethënë ai demoni brendshëm që mundon. Domethënë podrimja del sheshazi me mesazh të qartë, ta sjell fjalën letër, jo më fshesh shumë kanë mas figurave letrare. Edhe përmes një poezie tine, domethënë ta shpjegon gjendjen e popullit. Po. Miq Kosovër gjakojmë që nuk falet. A vritën plumbat bre. Domethënë sa e lexoj emocionona shumë sepse janë vogje që më prekin shpirtin. Janë vogje që më thellojnë në botën e mendimit. Po. O shkrenari me pas poet tillë, edhe nuk duhet asnjëherë mu zvetnu vepra tyne, po duhet mu fuqizu vepra tyne edhe mundësisht me mujtë më shku rrugës tyne. Po. Fejz, tregu po ofron një laramani të poetëve dhe krijuesve. Në mitingun e poezisë, me që është një ngjarje e cila ka për masa të mëdha, por kemi fatin ta kemi edhe ne. Dikush ma I djashkel lullet, Otri Maria nuk bërkullet, vjen nga shekujt, e në prekaz ndalet, o kushtrin lufte marin malet, po. Ka ndal, gjakur jam heu kotre shpatit, jam hejti jemi në lapi po. Të ndjellë kaltërsi. Shpesh hasim ditën e vranësira, shi, borë, breshë e një gullnaj. Kështu janë edhe njerëzit. Jo të gjithë të duan me qëllim të pastra. Prapa dashuriçkave të tyre fshihen inati, smira e xhelosia. Por, asnjëherë gjykimet dhe opinionet e të tjerëve nuk duan të bëhen realitetit. Jetën tënde askush më mirë se ti nuk mund të jetoj. Ti je vetvetja. Ke besim në hapet e tu, mos të gjunjëzoj çdo gjë që ta pret rrugën. Biri I shtrejt. Të dish të shfrytëzosh kohën edhe ta menaxhosh atë. Është primati më I çmuar në jetë. Asnjëherë mos ja lër gjërat kohës apo rastësisë. Suksesin nuk e sjell dembelizmi, ratlëku dhe rastësia, por atë sjell puna e palodhshme, vullneti dhe përpjekjet e vazhdueshme. Askush nuk është bërë I arrir brenda natë, edhe askush nuk e ka gjetur suksesin në raftet e dyqaneve. Biri, ta duash dhe ta shmosh tjetrin në rrugën e suksesit. Edhe vetë je I ndihmuar. Ndihmoj të tjerët. Je shembull për të mirë, se secila dorë ka nevojë për tjetër.